Gjirokastra, një prej qyteteve më turistik të jugut të Shqipërisë, po përballet gjithnjë më shumë me një mungesë serioze të fuqisë punëtore, veçanërisht në sektorët e shërbimit dhe turizmit. Bizneset lokale, përfshirë hotelet, restorantet dhe guida turistike, raportojnë vështirësi të mëdha në gjetjen e punojësve të kualifikuar dhe të gatshëm për të punuar gjatë sezonit turistik. Sipas menaxherëve të bizneseve, problemet lidhen si me largimin e të rinjve drejt emigracionit, ashtu edhe me mungesën e motivimit dhe përgatitjes profesionale në nivel lokal. Shumë të rinj e shohin të ardhmen e tyre jashtë vendit, ndërsa ata që qëndrojnë shpesh nuk janë të interesuar për punë sezonale apo me orare fleksibël. Jemi në pikën në zemrën e qytetit. Jemi në një pikë aq të bukur, sa këtu mund të shijosh gjithçka që nga pamja, kafja e mirë, ëmbëlsira, gjithçka, por mungesën e stafit e ndjejmë. Mundohemi sepse këtu i ofrojmë të gjitha, ofrojmë pak të kënaqshme, ofrojmë komunikim, që është kryesori, mirëkuptimi, bashkëpunimi, por prapë mungesën e ndjejmë sepse të rinjt synojnë të shkojnë në Bregdet, jashtë shtetit, janë larguar shumica, dhe mendojnë se aty do ta kenë pagën më të kënaqshme, por nuk mendojnë pjesën tjetër që do kenë dhe shpenzat e tyre. Kjo është, besoj, një nga arsyet që në këtë qytet mungon rinia. Dohemi me punëtorët që kemi, që i mbajnë dhe gjatë dimrit, të përballojnë punën, por që prapë kemi nevojë sepse fluksi asnjëherë nuk i dihet, të vinë turistët vinë vazhdimisht, vinë autobusa, vinë grupe dhe duhet jemi të përgatitur. Sezoni ka nisur goxha mbar, ka pasur një fluks pune që nuk mund ta krahasojmë me vitin e kaluar, ka qenë më shumë aktiv. Vërejtur është një problematik që nga cilë vuajnë, në gjithë Gjirokastra, gjitha bizneset e Gjirokastrës, kështu që nuk është se mund të themi që jemi të vetmit ose jemi po vuajmë më shumë se të tjerët, se puna e menaxhueshme është në fund të fundit, por do që e mirë të kishim akoma edhe më shumë staf, edhe është kryesisht për shkak se shkojnë drejt Bregdetit, shkojnë drejt sepse mendojnë se andeja do paguajnë më shumë, kur andeja në fakt ata jetojnë, do thoja unë, jetojnë si emigrant brenda shtetit të tyre. Kam dëgjuar të njëjtat problematika dhe nga bizneset të tjera. Dhe shumica e të rinjve dinë gjuhë angleze, që është kryesorja, po disa prej tyre dhe dinë gjuhë italiane, gjermanisht e dinë. Kam parë njerëz më të rinj mosha ime, domethënë që i dinë këto gjuhë, nuk është problemi i komunikimit, po thjesht ata shkojnë në vende që besojnë se do kenë një pagë më të mirë. Mungesa e fuqisë punëtore po rrezikon jo vetëm cilësinë e shërbimit, por edhe imazhin e qytetit si një destinacion mikpritës dhe i organizuar. Bizneset kërkojnë më shumë mbështetje nga institucionet lokale për të stimuluar punësimin, përfshirë trajnimet, fushata ndërgjegjësimi dhe nisma për të mbajtur të rinj në qytet. Në një kohë kur turizmi në Gjirokastër është në rritje, zgjidhja e këtij problemi është më urgjente se kur.